Paku dhe për 3 muaj shtes buxhetin për televizionin e Kosovës në mënyrë që Kjo është protesta jone e tretë dhe për këtë vit, dhe për fat keq nuk ka ndryshuar asgjë nga hera e kaluar. Gjendja në RTK është përkeqësuar ndërsa institucionet vazhdojnë të heshtin. Mbi 700 familje të punonjësve të RTK-s po përballen çdo ditë me probleme për mbjetesë. I përmenem edhe një herë, mos heshni, mos e shmangni dialogun. RTK është promë publike, është e qytetarëve të Kosovës, jo e partive politike. Ne do ta mbrojmë me dignitet, unitet dhe vendosmëri. Greva do të filloj nga e hëna në të gjithë radio-televizionin e Kosovës, nga ora 11. I ftoj gjithë kolegë të na mbështesin në këtë vendim. Greva fillimisht do të fillojë nga ora 11 deri në orën 12. Andaj kërkojmë nga gjithë kolegët e televizionit nga kjo orë të mos punohet asgjë. Ndoshta dikush mund të thotë që është kundërligjore, por kundërligjore është edhe mos me u pagu. Për pagesën të cilën ne kemi kontratë, për cilën jemi duke punu. Por të informacionit dalin për të protestuar, kjo nuk është turpi tyre. Ai nuk del nga dëshira, por nga dhëmbja e padrejtësia. Ekzekutuar ka qenë një krizë e paralajmëruar e pritshme dhe i gjithë përgjigjshëm në bazat ditore edhe në përmbajtjen e lajmeve dhe përmbajtjes të televizionit të Kosovës të mos bëjnë asgjë si shemb proteste, pra të mos punojnë përderisa nuk marrin pagat e tyre.